Përshëndetje dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Të shikojmë çfarë na thonë yjet për të 12 qenjat e horoskopit për datën 6 korrik e hënë 2026. Ju faleminderit. Dashi, hëna ndodhet në shenjën tënde këtë të hënë dash dhe ndryshimin e ndjen me njëherë. Mendja është me kthjellet, je më i sigurt në vetvete dhe ke energjinë e nevojshme për të marrë iniciativa që ditët e fundit mund të kishe shtyrë. Megjithatë, katrori mes Diellit dhe Saturnit sjell disa pengesa ose përgjegjësi që nuk të pëlqen ti përballosh. Mund të jetë një detyrë në punë, një angazhim familjar ose një çështje që kërkon më shumë durim se sa do të doje. Sekreti i kësaj dite nuk është të përpiqesh ta zgjidhësh gjithçka me forcë apo nxitim, edhe pse natyra jote të shtyn të veprosh më njëherë, këtë herë do të arrish më shumë nëse ecën me qetësi. Planifikon hapat dhe i jep kohë gjërave të zhvillohen. Durimi do të jetë arma jote më e fortë dhe në fund do të shpërblesh me përpjekjet e tua. Demi, merr pak kohë për të reflektuar këtë të hënë Dem, ka diçka që duhet ta përpunosh me qetësi larg syve dhe mendimeve të tjerëve. Mund të jesh duke analizuar një vendim të rëndësishëm ose një ndjenjë që vazhdon të mundojë dhe nuk të lë të qet. Katrori mes Diellit dhe Saturnit sjell një farë presioni, por nuk është diçka që nuk mund ta përballosh. Mund të ndihesh i ngarkuar nga përgjegjësitë ose të kesh përshtypje se gjithçka po ecën më ngadalë se sa dëshiron. Megjithatë, kjo është një ditë që kërkon durim dhe maturi. Mos u nxito të marrësh vendime apo të veprosh në ndikimin e emocioneve të momentit. Jepi vetes kohën që të nevojitet për të kuptuar se çfarë dëshiron vërtet. Sa më i qetë dhe i kthjellët të jesh, aq më të mençura do të jenë zgjidhjet e tua. Binjakët, 6 korrik. Mos hezito të kontaktosh miqtë e tu binjak. Hëna në dash zgjon dëshirën për shoqëri, aventura dhe biseda të gjata. Kjo nuk është dita për të izoluar në shtëpi, por për të dalë, për të takuar njerëz dhe për të shijuar energjinë pozitive që të rrethon. Kjo e hënë të jep shtysën për të vënë në lëvizje një ide që e ke menduar prej kohës, ndoshta më në fund organizon ato udhëtim për të cilin është folur vetëm në bisedat e grupit, ose nis një projekt krijuesi të frymëzon, ose cakto datën në një festë apo aktiviteti me njerëzit e dashur. Mos e lë entuziazmin të mbetet vetëm në mendime, hapi parë është ai që bën diferencën. Vepro me besim dhe shfrytëzo këtë energji dinamike për të kthyer planet e tua në realitet. Gaforia. Gafore, Dielli vazhdon të ndryshojë në shenjën tënde, edhe këtë të hënë formon një katron me Saturnin, duke sjellë disa sfida që lidhen me punën, përgjegjësitë ose objektivat personale. Mund të ndodhë që një afat të afrohet më shpejt nga sa kishe menduar, ose të marrësh një koment apo vlerësim që të prek më shumë se sa e prisje. Edhe pse në fillim mund të ndihesh i zgënjur ose i lodhur, mos haro se çdo kritikë konstruktive është një mundësi për të rritur. Për fat të mirë, hëna në dash të mbush me energji, vendosmëri dhe guxim për të mos u dorëzuar. Edhe nëse dita nis me stres ose pasiguri, gradualisht do të kuptosh se ke shumë më tepër forcë se sa mendon. Çdo detyrë që përfundon do të jap më shumë besim tek vetja dhe do të afrojë me suksesin që kërkon. Mos lejo që presioni i momentit të bëjë të ndryshosh naftësitë e tua. Ec përpara hap pas hapi, qëndroj për qëndruar të prioritetet dhe mos u dekurajo nga pengesat e përkohshme. Në fund të ditës do të ndihesh krenar që nuk u dorëzove edhe pse i përjallove sfidat me maturi, durim dhe vendosmëri. Luani. Këtë të hënë Luan, 6 korrik, ndjen se zemra dhe mendja të tërheqen drejt diçkaje më të madhe. Mund të lind dëshira për të planifikuar një udhtim të jashtë vendit, për të nisur një projekt ambicioz ose për të dhënë jetë një ide që të ka frymëzuar prej kohësh. Ke nevojë të zgjerosh horizontet dhe të dalësh nga rutina e përditshme. Hëna në dash të mbush me entuziazëm, guxim dhe optimizëm. Mendimet e tua janë të përqendruara te ardhmja dhe mundësitë që të presin, jo te linca e zakonshme e detyrave. Ëndrat duken më afër se kur dhe motivimi për të bërë hapin e parë është i madh. Megjithatë, katrori mes Diellit dhe Saturnit të kujton se jo çdo plan i madh ka nevojë për një bazë. Mund të mungojnë disa burime financiare, informacione i dur ose koha e nevojshme për të realizuar më njëra atë që dëshiron. Kjo nuk do të thotë se duhet të heqësh dorë nga synimet e tua, përfundrazi, është një ftesë për të planifikuar me kujdes dhe për të ndërtuar çdo hap mbi themele të sigurta. Mos e interpreto këtë vonesë si një refuzim nga universi, ëndra jote është e realizueshme, por koha kërkon pak më shumë durim. Shfrytëzo këtë ditë për të bërë kërkime, për të organizuar planet dhe për të përgatitur gjithçka që të nevojitet. Kur momenti i dur të vijë, do të jesh gati të ecësh përpara me besim dhe të arrish shumë më larg nga sa e kishe imagjinuar. Vigjeresh, çfarë ke qenë duke shmangur kohët e fundit? Këtë të hënë, një çështje që ke lënë më njanë rikthehet dhe kërkon vëmendjen tënde. Nuk ka më vend për shtyrje apo justifikime. Hëna në dash të shtyn të përballosh situatën ball për ball
Edhe nëse nuk është biseda apo vendimi që kishe dëshirë të merrje. Në fillim mund të ndihesh pak sa nën presion, por sapo të vendosësh të përballesh me realitetin, do të kuptosh se gjërat nuk janë aq të ndërlikuara sa e kishe imagjinuar. Shpesh, frika nga e panjohura është më e madhe se sa vetë sfida. E megjithatë, energjia e dashit mund të bëjë të veprosh me nxitim ose të reagosh emocionalisht. Për këtë arsye, merr pak kohë për të analizuar çdo situatë përpara se të marrësh një vendim. Mos lejo që zemërimi, stresi apo padurimi të drejtojnë. Besoji logjikës dhe intuitës tënde, të cilat janë ndër cilësitë tua më të forta. Nëse vepro me qetësi dhe maturi, jo vetëm do ta zgjidhësh këtë çështje, por do të ndihesh edhe më i lehtësuar dhe më i sigurt për hapat që do të ndërmarrësh më pas. Kjo ditë mund të të shënojë fundin e një shqetësimi të vjetër dhe fillimin e një faze më të qartë dhe më të qetë në jetën tënde.